20 shkurt. Ngriuni, luftoni për vendin tuaj. Moto e Bill O'Reilly të madh. 20 shkurt 1991. Rastësisht, por dhe me fat që fotot e para të rënies bustit të diktatorit i kam kryer me një aparat, dhe ka qenë hera parë një dhëntime që merre një fotografi. Ka qenë besnik Mustafa, i cili po hecte mbas bustit, ishte çasti që kishte filluar shkundja, dhe më thot, merre këtë aparat dhe fotografo, sepse dikush po më përndjek nga pas. I tha, çfarë duhet bëj, shtype këtu, kam qenë me Lulzim Shkretën, mikun tim të shkollës, Ilir Kallaxhiu, Agim Boçari, dikush ka marrë mbi krah, dhe nuk e di se si i kam realizuar, se ishte era parë që fotografoja diçka, dhe pastaj filmin e me gjithë aparatet kemi dërguar tek apartamenti Mustafait, dhe siç ka mësuar, ai ka dërguar në ambasadën franceze, dhe fotot e para që kanë dalë në median perëndimore janë pikërisht nga ajo shkretje. Kanë marrë kokën, kanë përgatituar sa ishte kush e çonte trupin deri atje, ishte randaj. Kanë frikë se e ruajnë diku. Janë copa, janë bërë dhe copa. Dikush ka më falë se po ndërpres, aty dark tek Flora Uvuzjarit e dyqani Flora Librat e Enver Hoxhës, dhe koka e bustit e Enverit të rigjej me një autobus, nga autobus të Shkodrës vjetra, e kishte vënë e striqtër duke shkuar poshtë nga 21-shi, aty është vrarë njëri. Tash ajo ka vrarë dikush. Monument e ra. Kështu? Ajo ishte gjë që nuk kthehe më. Ja. Rregull. Por trashëgimia e Enverit se s'ka rënë. Ja. Derisa pra rënojat e komunizmit, mos tami vetëm të enverizmit, se nuk është puna që tani tendenca është, i ka bërë Enveri, bile dhe ato që kanë bërë krime po e sa Enveri, dhe le thonë, po që të bëshim ne, na urdhëron ndaj. Ja, edhe e followed orders që thonë. Tani, iku dhe kjo punë? A iku? Gëzimi ishte i madh. Atë ditë nuk thënë, u dolen dhe fëmijët tonë nga... Më fal, profesor, dhe thojë, unë kam qenë nga të parët që kam bërë emisione kundër diktatorit dhe s'jam penduar fare. Dhe kjo nuk ishte lehtë. Dhe kam pas debate, kërcënime nga më të ndryshme, dhe ajo argumenti që jepja, kur qenë ka qenë Enveri, pse s'dole ta ditë ta provoni të atje me atë masë njerëzish. Jo, ta provoni për trimërin tujtë. E thotë Remezalia, atje çishte nuk dolën 10 komunistat, ishin shtrirë barka. Ajo vërtet ka qenë... Ajo vërtet ka qenë shokuese për Remezalin, e për komunist, që ku i kemi antarët e partisë. E thotë dhe atë. Po, ne për shpëtuar në kjo trimat e mdhenj. Nuk dolën. Mirë edhe mirë bën. Jo, se do shkonte gjak. Nuk do fitonin. Do kishte një... Ja, Gëdaf do bëhesh. Do kishte... Si Gëdafi, masë e madhe. Dhe më interesante është kjo. Basë do ishte më mirë. Që ndër të gjitha ato lëvizje, nuk ka pas nga demonstruesit veprime të dhunshme si ato 97-ës apo si 21 janari i 2011. Ja, pa ishte lëvizje demokratike pasër tamam, njerëz tani as Greqia, as... Se du më gjëkojnë për gjarat, e dojnë t'i krahasojnë. Ti jemi realist. Atje qa i thoshte, nuk thoshte ai që merë dajaku rrif polici, po thoshte policia është me ne. Policia edhe për qafosh. Ka një ndryshim të madh. Mimoza tek tanku. Ka një ndryshim të madh midis kërkesës dhe demonstratës dhe revoltës për të kërkuar liri demokraci, dhe ka një ndryshim shumë të madh përkeq midis protestës, revoltës, demonstratës për të kërkuar pushtet. Atë ditë shkurti, Tirana ishte nisur si pa vetdije drejt qytetit studenti, ku kishin hyrë në grev disa dhjetra student që kërkonin heqjen e emrit diktatorit. Askush nuk e kishte menduar se atë ditë do të hiqej statura e diktatorit Hoxha. Po ndjekim rrugën atë ditë, si shumë qytetarë Tiranës, edhe unë mëngjes herët, jam drejtuar drejt qytetës studentit. Pa e ditur sa atë ditë do të shkulej ajo shtatore që kishte ofenduar Tiranën prej kohësh. Edhe atë ditë shkurti ka qenë diell, ftohtë normal, si kohë dimër, dhe ishin me mira njerëz që ajo që do të bindem shumë në sy tek qyteta studenti, për ne që ishim nga Tirana, ishin shumë të ardhur nga rrethet,
ku spikasnin nga kavaja dhe parullat e tyre të shkruara keq, do të theme,
një poshtë ku është ambasada amerikane sot, ka qenë legate italiane, dhe tjetra të nxjerrë paralel, janë dy rrugë tek Muzeumi Lenin Stalin, për të shkuar tek një fushë dhe aty janë hapur njerëzit në rrugica, ka pasur dhe goditje nga policia, shumë njerëz janë futur nëpër shtëpi tiranëse, dhe kjo ka vazhduar për mbase edhe për 1 orë, 2 orë, sepse nga ora 10:30 deri 11 ka qenë diçka e tillë dhe shtatore do të binte rreth orës 12. E them edhe një herë që njerëzit nuk e dinin se ç'do të ndodhte atë ditë. Natyrisht situata ishte shumë e ngarkuar, studentët ishin në grevurie dhe masa e madhe e njerëzve që kishin ardhur Tirana, por dhe rrethet, ku veçanërisht Kavaja, donin të bënin diçka. Kjo është rruga, pra rruga e famshme e Elbasanit. Kjo ka qenë legata italiane, siç e thonim ne, nuk ishte me mure siç janë sot amerikanët, ka qenë me kaqe të bukura. Vinë në syt diku këtu ka qenë një fushë tenisi, ku luan diplomatikë asaj kohe, dhe natë te ky pallat i madh, nëse mund të shikojmë djathtas, ka qenë një fushë e gjelbër, e cila ishte mbushur me njerëz. Tek majtas tani nuk dinin. Ku është liceu sot, që për të kaluar te televizioni shqiptar, pati përplasje me policinë, me forcat speciale që ishin me lopata gjeniere, dhe ranë dek te pemëve nuk bien nga fishek manovër. Unë mbaj mend në këtë pjesën djathtës, nëse kameramani mund ta ashtu, janë të sa shtëpi tiranase, të cilët hapën dyert e tyre për të futur njerëzit, të cilët ndjenin mbi shpatullat e tyre, kanë qenë disa shkopinj gome. Edhe autori e këtij emisioni e ka provuar njërin prej tyre, ka qenë një shkop gome që dhimbja ka vazhduar një 6 muaj. Dhe më e bukur ishte se polici që goditi ishte polici nga televizionet që më vonë njohë, tha, "O Bert, tha, më fal." "Çfarë më fal? Çon si ka jam unë?" "A është i tjetër, këtu janë shqiptar." Në qoftë se shikojmë këtë pallati Kos, siç ka ngelinë verit, aty kemi ndaluar me Gust Dain, kemi pasur disa dnjor me mbiemrin Shkëmbi, të kishin frikë që të largoheshim, të shkonin me këtë masë madhe, nuk dihet, nuk jam shumë i sigurt, po kam frikë se ka pasur tanke edhe tek piramida e Enverit. Jo kam frikë, ka pasur, ka qenë rrethuar me ushtri. Pikrisht në këtë rrugicë, pallatin Eritan Cekës, e kështu njihet, aty dikush nga ne ka kapur maj fishekun, plumbi po i themi, ngjyrë bronci si ndryshkur, nga plumbat që gjuheshin në ajër tek radio televizioni shqiptar, por në momentin që shkrepet arma, askush nuk është i sigurt se çfarë mund të ngjas, se çfarë mund të ndodh, se si mund të percepitojnë ngjarjen. Pikërisht këtu është vendi ku ishte mbushur me ushtar të forcave speciale. Këtu është pallati që përmenda e Shkëmbit, dhe diku majtas në një pish, ja, mund ta shikojmë pikërisht në degët e asaj pishe, kemi gjetur, një nga kolegët tanë, ka qenë speaker televizion, një fishek maj. Dikush me motor ka kaluar në këtë rrugicë, nuk e mend. Pasi mund të dërgoj një mesazh dhe i kam thënë që ku po shkon, ku do të shkosh, tek qendra. Kemi marrë këtë rrugë dhe këtu ka qenë me forca ushtarake. E rrethuar, dëgjoheshin shkreptima dhe me motor jemi futur rruga në të ka qenë dy kalimin si tani, dhe kemi kaluar djathtas. Piramida kanë qenë këtu ishin me forca ushtarake.
aktiviteti jonë mbaroi. Normalisht duhet ishit kthyer në TVSH. Do më thënë, në momentin që mbaroi aktiviteti, 9:30 po i themi. do më thënë duhet ke qenë orë 10 pa çarek. Ja s'ka qenë më shumë se 10 pa çarek. Edhe në komunikim me Amalin, unë i dhash materialin. Atë Kudo në Shqipëri.